politike familjen e Shajt Gjashore. Nuk kanë dhënë asnjë emër të përveshëm. Po s'keni jap asnjë emër. Ne kemi interesuar për të dëgjuar këto propozime konsensuale. Po nuk ka pasur propozime sepse asnjëra dhe as tjetra natyrisht po nuk kanë pasur vullnet. Me gjithë respektin që kam për juve. Nëse ka qenë, domethënë, sinceriteti për me jep shtetit një figurë konsensuale për president, shumë e thjeshtë ka qenë kjo, a janë kohë 3 parti politike që në taku, vetë vendosja, PDK-ja, LDK-ja. Ka mund me fillu, që unë si vetë vendosje, po jepi 2 emra që janë jashtë politike, hajde edhe PDK jepi 2 emra, edhe LDK 2 emra, hajde flasim për këta 6 emra, ku mundem më lidh më tepër me studie. Po nuk ka pas tendencë, s'keni jap emra as ju. Jeni mundu me familjen Gjashoraj, me vendos lloj politike, s'kan pranuar me një lloj politike, edhe keni hyrë te Po urdhro, Sadiku, nuk jam nga Dugazini. Ne jam i gatshëm të përgjigjem, por nuk mund të thjeshtohet në këtë mënyrë. Nuk ka pasur asnjë emër të përveshëm, as nga PDK dhe as nga LDK. Po s'kemi pas ju. As të personave konsensuale, as jo konsensuale, as partia, as jo partia. Thjesht domethënë ka pasur diskutime që natyrisht PDK ka qenë e qartë në kërkesën e saj, jo në ofertën, por në kërkesën që presidenti të vijë nga PDK dhe madje jo vetëm si propozim, por të ketë 2 propozimet nga rrolla e PDK. Një pyetje. Që një pyetje. A keni ardhur përfundim që dështoj mundësia me u zgjedh një president